Ka pyetje që nuk u bën kurrë. Ka zëra që ende kërkojnë të dëgjohen. Një ustim për te kohës. Një bisedë me ata që nuk jetojnë më. Intervistë hipotetike me mua Almiron. Mirëmbrëma, mirë se vini në këtë episod të veçantë të emisionit Intervistë hipotetike me. Sot, miq, do të thojmë për te kohës dhe do të takojmë një nga mendjet më brillante të historisë. Do të jemi me Marie Curie, një grua që ka sfiduar kufijtë e saj, revolucionarizoi shkencën dhe na la trashëgimi të cilat ndriçojnë botën edhe sot. Do të zbulojmë historinë, mendimet dhe filozofinë e saj. Një bisedë që nuk u zhvillua asnjëherë, por do të bëhet sot reale vetëm për ju. Mało lato jesteś tata cię duje i powera ci odbiera w zarodku. Sprawdza notes i kieszenie kontroluje, żeby zgasić to, co pali się w środku. Gdy w sobotę na imprezę ostrzysz sobie smak, tata z piwkiem sobie leżąc mówi tak: ech mała, nie szalej, bo masz 16 lat. Za wcześnie na bale, na kluby przyjdzie czas. Ty się nie baw zapałkami, bo cię sparzy żar. Siedź w chałupie wieczorami, kiedy kusi bal. Ech mała, nie szalej, za testem goni test. Takie życie mała, takie jest. Gdy mężatką jesteś lat 20 parę, a twój mąż pocztówki zbiera albo znaczki, czasem przyśni ci się knajpa czy kabaret z jakimś tangiem argentyńskim po kolacji. Gdy na mały koniak z kawą chcesz się wyrwać vis-a-vis, mąż, którego łamie w stawach, z nad gazety powie ci: ech mała, nie szalej, bo masz 50 lat. Za późno na bale, co miał, to dał ci świat. Ty się nie baw zapałkami, bo cię sparzy żar. Siedź w chałupie wieczorami, kiedy kusi bal. Ech mała, nie szalej, sprzątaj, gotuj, bierz. Takie życie mała, takie jest. Dziś w kąciku swoim siedzisz po cichutku i uśmieszek dobrotliwy masz na twarzy. Nad sernikiem, konfiturą, nad robótką, kiedy ci się już kompletnie nic nie marzy. Tylko gdy zapachnie różą, nagle ci się wyda, że pan Bozia tam na górze cicho szepnął ci: ole! Ech mała, poszalej, masz 80 lat. Coś zapal i nalej, tak mało dał ci świat. Baw się wreszcie z napałkami, niech cię sparzy żar. Nie siedź w domu wieczorami, kiedy kusi bal. Ech mała, poszalej, garściami bierz co chcesz. Takie życie mała, takie jest. Takie życie mała, takie jest. Takie życie
mała, takie jest. Marie Curie, mirë se erdha. Mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Ju keni bërë përparime të jashtëzakonshme në shkencë, në një kohë kur pak gra njiheshin në këtë fushë. A mund të na ndani motivimet dhe frymëzimet tuaja për të ndjekur këtë rrugë pavarësisht të gjitha barierave shoqërore që ka pasur koha? Fillimisht faleminderit për fjalët e tua të mira. Pasioni im për shkencën u ndez nga babai im, i cili ishte mësues matematike dhe fizike. Ai në fakt inkurajoi kuriozitetin dhe dashurinë time për të mësuar. U frymëzova gjithashtu nga puna e bashkëshortit tim, Pierre Curie, i cili ishte vetë një shkencëtar i shkëlqyer. Së bashku ndanim një përkushtim të thellë ndaj kërkimit shkencor. Sa i përket barrierave shoqërore, isha e vendosur t'i kapërceja ato. U përballa me shumë sfida duke përfshirë vështirësi financiare dhe qasje të kufizuar në arsim. E megjithatë, besoja se dia dhe puna e palodhur mund të më ndihmonin të kapërceja këto pengesa. Më motivonte dëshira ime për të kontribuar në kuptimin e botës natyrore dhe për të ndihmuar në përmirësimin e jetës së të tjerëve përmes përparimeve shkencore. Gjatë gjithë punës suaj ju jeni përballur me sfida të shumta, duhet thënë, duke u përfshirë mungesa e burimeve dhe paragjykimet mbizotruese të kohës. Mari, si i keni përballuar dhe ka përcyer këto sfida për të arritur atë që keni bërë? E mund t'ju them se jam përballur me sfida të shumta gjatë gjithë karrierës sime, por pasioni im për shkencën dhe vendosmëria ime për të kontribuar në përmirësimin e njerëzimit më ndihmuan të vazhdoja. Një nga sfidat më të rëndësishme me të cilat u përballa ishte mungesa e burimeve dhe fondeve për kërkimin tim. Për ta kapërcyer këtë, shpesh më duhej të isha e shkafët dhe krijuese në gjetjen e mënyrave për të kryer eksperimentet e mia. Për shembull, një herë përdora një hangar të ripërdorur si laboratorin tim dhe merrja materiale të hedhura nga fabrikat për të nxjerrë radiumin dhe poloniumin që zbulova. Një sfidë tjetër me cilën u përballa ishin paragjykimet mbizotruese të kohës, veçanërisht kundër grave në shkencë. Kolegët e mi meshkuj shpesh u përballën me skepticizëm dhe dyshime, por u mbeta e palëkundur në ndjekjen time të dijes. U përqendrova në punën time dhe i lash zbulimet e mia të flisnin vetë, duke fituar përfundimisht respektin dhe njohjen e komunitetit shkencor. Im shoq, Pierre Curie, ishte një burim i paçmuar, mbështetje dhe inkurajimi gjatë të gjithë karrierës sime. Në fakt ne ndanim një pasion të thellë për shkencën dhe bashkëpunimi ynë ishte i rëndësishëm në zbulimet tona inovative. Partneriteti ynë më ndihmoi të përballoja sfidat me të cilat u përballa dhe përforcoi vendosmërinë time për të pasur sukses. Duke kapërcyer kështu këto sfida, mësova rëndësinë e qëndrueshmërisë, vendosmërisë dhe fuqisë së bashkëpunimit. Këto mësime kanë qenë të paçmueshme jo vetëm në karrierën time, por edhe në frymëzimin e brezave të ardhshëm të shkencëtarëve. Marie Curie, ulumtimi juaj ka hedhur po kështu themelet në trajtime moderne si radioterapia me kancer. A keni parashikuar ndonjë arzbatim me kaq të gjëra dhe praktike të punës suaj? Në kohën e kërkimit tim, isha e përqendruar kryesisht në kuptimin e vetive dhe sjelljes së elementëve radioaktiv. Isha e magjepsur nga fenomeni i radioaktivitetit dhe potenciali që ai mbante, ndërsa nuk e parashikova konkretisht zhvillimin e radioterapisë për kancerin, isha e vetëdijshme se zbulimi i radiumit dhe poloniumit mund të kishin implikime të rëndësishme për fusha të ndryshme, përfshirë këtu sigurisht edhe mjekësinë. Është vërtet kënaqësi të shoh se si puna ime ka kontribuar në përparimet në trajtimin e kancerit dhe ka ndihmuar në shpëtimin e jetëve të panumërta. Shkenca është një udhëtim i vazhdueshëm dhe çdo zbulim ndërtohet mbi punën e atyre që kanë ardhur më parë. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance,
bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. Mirë, tani a mund të na tregoni, zonja Kuri, se si e keni ruajtur përqendrimin dhe përkushtimin tuaj gjatë gjithë punës me elementet radioaktiv, pavarësisht rreziqeve të konsiderueshme shëndetësore që ato përfshinin? Në kohën e kërkimit tim, rreziqet e punës me elemente radioaktiv nuk ishin kuptuar ende plotësisht, por mua më motivonte pasioni im për zbulime dhe dëshira për të kontribuar në kuptimin e botës natyrore. Nga zëllimi për zbulimin e njohurive të reja dhe përfitimet e mundshme të punës son, I lanë në hije çdo shqetësim në lidhje me rreziqet e përfshira. E në fakt vetëm më vonë, efektet e dëmshme të ekspozimit ndaj rrezatimit u bën më të dukshme. Fatkeqësisht, ekspozimi im I zgjatur ndaj materialeve radioaktive çoi në probleme shëndetësore, përfshirë zhvillimin e leuqemisë, e cila në fund më mori jetën. Pavarësisht rreziqeve, unë I qëndrova e përkushtuar punës time, pasi besoja në rëndësinë e progresit shkencor. Shpresoj që brezat e ardhshëm të shkencëtarëve do të vazhdojnë të ndërtojnë bizbulimet tona, duke marrë njëkohësisht masat e nevojshme paraprake për të mbrojtur shëndetin e tyre. Marie Curie, ju dhe bashkëshorti juaj, Pierre Curie, e keni ndarë çmimin Nobel në fizik. Si keni dalë të balanconi marrëdhënien tuaj personale dhe bashkëpunimin tuaj profesional? Unë dhe Pierre ndanim jo vetëm një dashuri të thellë për njëri tjetrin, por edhe një pasion të thellë për kërkimin shkencor. Interesat tona të ndërsjella dhe aftësitë plotësuese e bën bashkëpunimin ton sa të natyrshëm, por aq edhe të frytshëm. E ne respektonim intelektin dhe aftësitë e njëri tjetrit dhe ishim në gjendje të punonim së bashku në harmoni, duke kontribuar secili me perspektiva dhe ekspertizën tonë unike. Marrëdhënia jonë personale dhe bashkëpunimi profesional ishin të ndërthurura dhe gjetën gëzim duke punuar së bashku, po themi drejt një qëllimi të përbashkët. Ne mbështetëm njëri tjetrin përmes sfidave dhe festuam sukseset tona së bashku. Kjo lidhje e fortë na lejoi të ruanim një ekuilibër midis jetës sonë personale dhe profesionale. Gjatë kohës sime, kuptimi I radioaktivitetit dhe rreziqeve të tij të ndryshme ishte I kufizuar. Si rezultat, masat paraprake që morëm nuk ishin aq të rrepta sa do të ishin sot. Ne ishim të përqendruar kryesisht në kërkimin ton dhe në ndjekjen e njohurive, dhe rreziqet e mundshme nuk ishin ende të njohura plotësisht.
Në laboratorin tonë, ne i trajtonim materialet radioaktive me kujdes, por nuk kishim përfitimin e pajisjeve ose protokolleve moderne të sigurisë. Vetëm më vonë efektet e dëmshme të ekspozimit ndaj rrezatimit u bën më të dukshme, dhe madje komuniteti shkencor filloi të zbatonte masa sigurie për të mbrojtur studiuesit që punonin me materiale radioaktive. Zonja Kuri, zbulimi i poloniumit dhe radiumit ishte monumental. A mund të na tregoni për momentet kur ju kuptuat se kishit zbuluar elemente të rinj? Si ishte kjo përvojë? Zbulimi i poloniumit dhe radiumit ishte me të vërtet një arritje monumentale në fushën e shkencës. Procesi i zbulimit të këtyre elementeve të rinj ishte i gjatë dhe i mundimshëm që kërkonte përkushtim dhe këmbgulje të jashtëzakonshme. Unë dhe im shoq Pierre e filluam kërkimin ton duke hetuar rrezatimin misterios të emetuar nga xeherorët e uraniumit. Na intregoi mundësia që mund të ketë elemente të tjerë të panjohur përgjegjës për këtë rrezatim. Nëpërmjet një pune të mundimshme arritëm të izolonim 2 elementë të rinj, poloniumin, të cilën e emërtuam sipas adheut tim polonis, dhe radiumin për shkak të radioaktivitetit të tij intensiv. Momentet kur kuptuam se kishim zbuluar elemente të rinj ishin të mbushura me një përzierje emocionesh, lehtësimi, por edhe një ndjenjë arritjeje. Ishte një vërtetim i punës dhe përkushtimit ton të palodhur, si dhe një dëshmi e fuqisë së kërkimit shkencor. Ishim të emocionuar që kishim dhënë kontribute kaq të rëndësishme në kuptimin e botës natyrore. Zonja Kuri, edhe vajzat tuaja kanë patur karriera të shkëlqyera, njëra prej të cilave fitoi vetë çmimin Nobel. Si ndikoi karriera juaj shkencore në qasjen tuaj si prind? Mund t'ju them se karriera ime shkencore pati vërtet një ndikim të rëndësishëm në qasjen time si prind. Besoja në rëndësinë e arsimit dhe kuriozitetit intelektual dhe kërkoja t'ingulisja këto vlera te vajzat e mia, Irene dhe Eve. I inkurajoja ato të ndiqnin interesat e tyre dhe të zhvillonin talentet e tyre, duke u ofruar mbështetjen dhe burimet që u nevojiteshin për të pasur sukses. Gjithashtu, theksova rëndësinë e punës së palodhur, këmbguljes dhe përkushtimit, pasi sigurisht këto ishin cilësitë që më kishin mundësuar të kapërceja sfida të shumta dhe të arrija sukses në karrierën time. Irene, vajza ime e madhe, ndoqi gjurmët e mia dhe u bë shkencëtare, duke punuar për krah bashkëshortit të saj, Frederic Joliot. Hulumtimi i tyre inovativ në fushën e radioaktivitetit u dha atyre çmimin Nobel në kimi në vitin 1935. Eve, vajza ime e vogël, ndoqi një karrierë në shkrim dhe gazetari dhe gjithashtu shkroi një biografi për mua, e cila më ndihmoi të ndaja historinë dhe arritjet e mia me botën. Mirë, por cilat kanë qenë pikpamjet e tua mbi implikimet etike të shkencës bërthamore, duke marrë këtu parasysh që puna juaj ka hedhur themelet si për zbatimet e saj të dobishme në mjeksi, ashtu edhe për potencialin e saj shkatrues në luftë, zonja Kuri. Gjatë jetës sime, implikimet etike të shkencës bërthamore nuk ishin kuptuar ose realizuar ende, mund themi, plotësisht. Puna ime u përqendrua në zbulimin dhe kuptimin e radioaktivitetit dhe zbatimeve të tij të mundshme, veçanërisht në fushën e mjekësisë. Nuk mund ta kisha parashikuar potencialin shkatrues të shkencës bërthamore në luftë, pasi zhvillimi i armëve bërthamore erdhi vite më vonë pas vdekjes sime. E megjithatë, unë besoja në fuqinë e shkencës për të përmirësuar gjendjen njerëzore dhe isha e përkushtuar për të përdorur zbulimet e mia për përmirësimin e shoqërisë. Isha veçanërisht e apasionuar pas zbatimeve mjekësore të radioaktivitetit, siç është përdorimi i radiumit në trajtimet e kancerit. Nëse do të merra në konsiderat implikimet etike të shkencës bërthamore sot, me shumë mundësi do të theksoja rëndësinë e përdorimit të njohurive shkencore me përgjegjësi për përmirësimin e njerëzimit. Potenciali, si dhe për të mirën ashtu edhe për dëmin në shkencën bërthamore, nënvizon në fakt nevojën për një vendimarrje të menduar mirë dhe etike, sigurisht në ndjekjen dhe zbatimin e njohurive shkencore. C'est pas donné aux animaux, pas non plus aux premiers blaireaux. Mais quand ça vous colle à la peau, putain qu'est-ce que ça vous tient chaud. Écrire et faire vivre les mots sur la feuille et son blanc manteau.
Ça vous rend libre comme l'oiseau, ça vous libère de tous les maux, ça vous libère de tous les maux. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Poèmes, chansons, brûlots vous ouvrent des mondes plus beaux, des horizons toujours nouveaux qui vous éloignent des troupeaux. Il suffit de quelques mots pour toucher le cœur des marmots, pour apaiser les longs sanglots quand votre vie part à volo, quand votre vie part à volo. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Les poèmes d'un Léoto, ceux d'un Brassens, d'un Nougaro, la plume d'un Victor Hugo éclaire ma vie comme un flambeau. Alors gloire à ces héros qui par la magie d'un stylo et parce qu'ils font vivre les mots, emmène mon esprit vers le haut, emmène mon esprit vers le haut. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Zonja Kuri, ju keni bërë përparime të jashtëzakonshme në shkencë në një kohë kur pak gra njiheshin në këtë fushë. A mund të ndani tani motivimet apo frymëzimet tuaja për të ndjekur këtë rrugë? Ato, pra, pavarësisht barierave shoqërore që hasin. Motivimet e mia për të ndjekur një karrierë në shkencë bazoheshin në një pasion të thellë për të mësuar dhe në dëshirën për të kontribuar në përmirësimin e njerëzimit, që në moshë të re isha e magjepsur nga bota përreth meje dhe e shtyrë për të kuptuar misteret e saj. Familja ime luajti një rol të rëndësishëm në ushqyerjen e kuriozitetit tim intelektual. Babai im ishte mësues dhe më nguliti tek unë rëndësinë e arsimit. Duke u rritur në Poloni, u përballa me sfida dhe pengesa të shumta për shkak të gjinisë sime, pasi gratë nuk lejoheshin të ndiqnin në universitetin atë kohë. Kjo vetëm sa më shërbeu për të forcuar vendosmërinë për të ndjekur arsimin dhe karrierën time shkencore. Mëtej, unë u zhvendosa në Paris për të studiuar në Sorbonne, ku hasa në një mjedis më mbështetës për gratë në akademi. Atje takova dhe u martova me bashkëshortin tim, Pierre Curie, i cili ndau pasionin tim për shkencën dhe unë bë bashkëpunëtori dhe partneri im në kërkimet tona shkencore. Së bashku bëm zbulime të jashtëzakonshme në fushën e radioaktivitetit. E në fakt motivimi im për të kapërcyer barrierat shoqërore u nxit nga besimi im në fuqinë e dijes dhe potenciali në zbulimet shkencore të cilat përmirësojnë gjendjen njerëzore. Isha e vendosur që të bëja një ndryshim dhe shpresoj që arritjet e mia të kenë ndihmuar në hapjen e rrugës për brezat e ardhshëm të grave në shkencë. Mirë, tani së fundmi, çfarë mesazhi do t'i jepni të gjithë studentëve sot Marie Curie? Mos e lejoni kur kuriozitetin tuaj të shuhet dhe gjithmonë qëndroni të apasionuar pas të mësuarit.
Bota është plot me mistere që presin të zbulohen dhe është nëpërmjet kërkimit të dijes që ne mund të bëjmë, po themi një ndryshim në jetën e të tjerëve dhe të kontribuojmë në përmirësimin e njerëzimit. Mos u dekurajoni nga pengesat apo penguesit, sepse ato janë një pjesë e pashmangshme e udhëtimit. Pranoni sfidat si një mundësi për rritje dhe për të mësuar, dhe mos harroni se vendosmëria dhe qëndrueshmëria janë cilësi thelbësore për suksesin. E dashurini, po ju drejtohem me rini, për të gjithë ju të rinj që po e ndiqni këtë intervistë, dua t'ju them se bashkëpunimi dhe ndarja e ideve janë thelbësore në avancimin e të kuptuarit tonë të botës. Kërkoni të tjerë që ndajnë pasionin tuaj dhe punoni së bashku për të arritur qëllimet tuaja. Përpjekjet kolektive të shumë njerëzve mund të çojnë në zbulime dhe inovacione të jashtëzakonshme. E së fundmi, përpiquni gjithmonë të jeni një forcë pozitive në botë, duke përdorur njohuritë dhe aftësitë tuaja për të përmirësuar jetën e të tjerëve dhe për të krijuar një të ardhme më të ndritur për të gjithë. Marie Curie, të falenderoj për këtë intervistë të jashtëzakonshme. Të falenderoj unë ty shumë, Almira, për ftesën. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleureras. Oui, j'ai pleuré, mais ce jour-là, non, je ne pleurerai pas, non, je ne pleurerai pas. Je dirai c'est bien fait pour toi, je dirai ça t'apprendra, je dirai ça t'apprendra. Laisse tomber les filles, ça te jouera un mauvais tour. Laisse tomber les filles, tu le paieras un de ces jours. On ne joue pas impunément avec un cœur innocent, Tu verras ce que je ressens avant qu'il ne soit longtemps, La chance abandonne celui qui ne sait que laisser les cœurs blessés. Tu n'auras personne pour te consoler, tu ne l'auras pas volé. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on le sera. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleureras. Non, pour te plaindre il n'y aura personne d'autre que toi. Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là, Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là, Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là, Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là. Mirë miq, kjo ishte intervista jon hipotetike me Marie Curie. Historia dhe vizioni i saj na kujtojnë se kurreshtja dhe përkushtimi nuk kanë asnjëherë kufinj. Faleminderit që na dëgjuat dhe u bashkuat me ne në këtë udhtim të jashtëzakonshëm në mendjen e një legjende. Mbani gjithmonë mend, drita e njohurive është ajo që ndriçon në rrugën tonë përpara. Nga Almira ju vjen përshëndetja e fundit. Ka pyetje që nuk u bën kurrë. Ka zëra që ende kërkojnë të dëgjohen. Një udhtim për te kohës. Një bisedë me ata që nuk jetojnë më. Intervistë hipotetike me mua Almiron.